Ju gjatë jeta uroj t'jeni mirë, miq të dashur, ritakohemi për zhvillimet më të fundit. Ju e keni parë që e gjithë bota është e trazuar në këtë moment dhe të gjitha agjensitë e lajmeve, të gjithë komentuesit në përbot janë duke folur se cili mund të jetë hapi i radhës i Shtetet Bashkuara të Amerikës pas rrëmbimit dhe arrestimit të Nicolas Maduro. Të gjithë janë të fokusuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës se çfarë cili do të jetë hapi i radhës. Është duke u folur shumë, është duke u folur për Grenlandën, është duke u folur për vendet të tjera të Amerikës Latine, është duke u folur për Kolumbinë, ndoshta për Kubën, për Meksikën e kështu me radhë, për Grenlandën, e cila ka dalë tashmë me foton sun. Presidenti amerikan ka dalë dhe ka thënë që në Grenland, pra Grenlanda është rrethuar nga anijet ruse dhe anijet kineze, ndërsa Danimarka ka kthyer përgjigje dhe ka thënë se kemi një marrëveshje bashkëpunimi me Shtetet Bashkuara të Amerikës, një marrëveshje të mbrojtjes së përbashkët, dhe kjo nuk e pengon Amerikën që të vijë dhe të ketë akses në Grenland. Pra duket qartë që bota është e trazuar, është e tronditur, por të shkojmë të shohim pak më njëherë se çfarë po ndodh në frontin e lindjes së mesme dhe në frontin e Iranit. Duket qartë që një target kryesor i fortë, paçkase i ndryshëm në specifika me Venezuelën, do të jetë Irani. Në këto momente që jemi duke folur, ka zhvillime të shpejta. Avion amerikan luftarak janë nisur për në Britaninë e Madhe me të njëjtën trajektor, në cilën janë nisur edhe në luftën e 12 ditëve. Do u vi pak më poshtë ju tregoj se çfarë ka ndodhur realisht atje. Është duke zjerë e gjithë bota. Po vlon Izraeli dhe po vlon Teherani. Teherani nga njëra anë nga protestat e shumta të cilat kanë ngritur në ditën e tyre të 9 dhe me sa duket nuk po ndalen dhe nuk do të ndalen. Ka patur në shumë rrjete ndërkombëtare disa video të policëve të cilët kanë nxjerrë një polici iranian i cili ka djegur fotografinë e liderit Khamenei, dhe e gjithë bota po ndjek hap pas hapi, minutë pas minute, shtypi amerikan, shtypi britanik, shtypi izraelit, shtypi iranian, shtypi turk, shtypi europian, të gjithë po shohim se cili do të jetë hapi i radhës së presidentit amerikan Donald Trump dhe çfarë mund të jetë duke u gatuar tani. Ju e dini të gjithë, ashtu siç e kemi shpjeguar hap pas hapi dhe minutë pas minute këtu në këtë kanal, por edhe në daljet e mia të tjera, se në rrafshin mega dhe në rrafshin strategjik, plani i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka qenë tërheqja nga lindja e mesme, pasi Donald Trump shkoi sipas strategjisë, vazhdoni zgjidhini vetë punët e juaja, ne do të tërheqim trupat ta. Por rasti i Sirisë dhe kthimi i trupave amerikane në Siri tregoi që amerikanët jo vetëm që nuk do të tërhiqen, por kanë akoma plane ende të mëdha atje. Një zhvillim i madh dhe një raport shumë i fortë ka dalë nga Sunday Times. Sunday Times tregon tashmë për planin e orëve të fundit të liderit Khamenei në Iran, se cili është skenari i tij, ndërkohë që mediat iraniane kanë dalë me deklarata të cilat unë do t'ju tregoj pak më poshtë, se ata janë gati për t'u përgjigjur çdo lloj ndërhyrje të Amerikës dhe të amerikanëve. Amerikanët nga ana tjetër kanë thënë se nuk janë në gjendje të bëjnë asgjë ndaj Amerikës. Irani ka kërcënuar se do të godas bazat amerikane në lindjen e mesme, por kjo me sa duket do të jetë pak e vështirë për arsye të tjera të cilat nuk i shpjegojmë dot gjitha këtu, sepse do të jetë i gatshëm Irani të godas Arabinë Saudite, Katarin, Bahreinin e kështu me radhë. Kjo hap dyer dhe porta të tjera. Çfarë thot raporti i Sunday Times? Ka dalë përpara se të shkojmë tek raporti i Sunday Times, do të shkojmë tek një dalje surprizë e ish kryeministrit izraelit Naftali Bennett, i cili ka dalë në një video me një orë prerëre, të cilën e ka kthyer përmbys dhe ka thënë ora erdhi. Ora erdhi. Dhe kjo video e orës merër tregon qartësisht se ka një kërcënim të hapur nga Izraeli dhe përredhoi dhe nga Amerika për Iranin dhe për krerët e revolucionit atje. Pse
është kjo video e Naftali Bennett, ish kryeministrit izraelit, ka tronditur opinionin publik, kjo sepse video e tij me orën e rënës ka ardhur menjëherë pas një takimi që ai e ka bërë me Benjamin Netanyahu, i sapo kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga takimi me Mar-a-Lagos me presidentin Donald Trump, me të cilin ka folur dhe me sa duket ka marrë dritë jeshile për të shkuar drejt goditjes së Iranit. Pasi është kthyer Netanyahu në Tel Aviv, ka mbledhur liderët apo drejtuesit më të lartë ushtarak dhe shërbimeve sekrete dhe menjëherë pas këtij takimi, në të cilin me sa duket po luhen orët e fundit apo planet e fundit për të parë se si do të veprohet me Iranin, menjëherë ka dalë Naftali Bennett dhe ka bërë këtë video me orën e rërës, duke pritur pra se kush si do të jenë tiktaket e fundit sipas izraelitëve të asaj që është duke ndodhur në Iran. Pra, presin me pritshmëri të larta izraelitët edhe amerikanët që protestat në Iran të shkojnë drejt goditjes përfundimtare dhe rrëzimit të pushtetit atje në Teheran. Ora erdhi, than izraelitët sot, dhe janë duke bërë luftën e nervave, luftën e presionin psikologjik ndaj Iranit, dhe Irani me sa duket është duke u bërë gati për të gjithë skenarët. Cili është skenari i cili zbulohet sot nga The Sunday Times? Skenari i sjell nga britanikët është se Khamenei, pas ka bërë gati, si pas tyre, gjithmonë i referohen raportit të Sunday Times. Ata thonë se lideri Khamenei ka vënë në zbatim, tashmë menjëherë planin B, planin 2, dhe ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme atje. Cili është plani B i Khameneit në këtë moment? Sipas britanikëve, The Sunday Times, plani B është që lideri Khamenei, në rastin më të parë që do të ndjej, apo do të dyshoj, apo do të nuhas, apo do të prek ndonjë hezitim tek njerëzit që e rrethojnë, apo tek komandantët e tjerë ushtarak, apo tek krerët e tjerë të shtetit, se ata kanë luhatje në zbatimin e urdhrave, do të bëhet gati menjëherë dhe do të fluturojë për në Moskë, për në Rusi. Bashkë me të do të fluturojnë edhe 20 njerëz të tjerë, pjesë e të cilëve është dhe biri i tij, njëri që ka qenë nga pretendentët kryesor për trashëgimin e Fronit, Mujtaba Khamenei, biri i madh i Ali Khameneit. Pritet, sipas britanikëve, në rastin më të parë që ai do të nuhas një lëkundje brenda pushtetit apo një luhatje të zbatimit urdhrave, bashkë me të birin, Mujtaba Khamenei dhe 20 personat e tyre të afërm do të fluturojnë për në Rusi, dhe se rusët kanë bërë gati, kanë ofruar planin e strehimit për të, në qoftë se ata do të shkojnë atje. Kjo sepse ka patur edhe një precedent tjetër, pra atje është edhe Asadi i Siris, i cili gjithashtu kishte mbështetjen nga Irani. Kjo tregon edhe një herë pra se ka nisur një krisje e madhe në lindjen e mesme dhe jemi në orë vendimtare atje. Si do të shkojë situata dhe a do të ndodhin bashkë me Iranin paralelisht edhe ndërhyrje të tjera në Grenland, apo në Kubë, apo në Kolumbi, një gjë duhet të jeni të sigurt. Ajo që bëri Trump në Venezuela nuk është fundi. Ajo është vetëm fillimi i asaj që ka nisur. Dhe gjithçka do të vi më pas. Dhe diçka e madhe po vjen. Ju duhet ta kuptoni këtë. Pavarësisht se si shkojnë ngjarjet dhe si rrjedhin ato, ajo që ndodhi në Venezuela nuk është thjesht një skenar hollywoodian, ku forcat Delta, forcat speciale amerikane rrëmbejnë një president dhe i tregojnë gjithë botës pushtetin e Amerikës dhe e çojnë atë në burgun e New Yorkut. E veshin me kostum Nike, kostum i cili ka bërë miliona e miliona shitje vetëm nga që e kishte vesh Maduro
po blihet masivisht sot nga tregjet amerikanë. Njerëzit po veshin kostumin me të cilin pozoi Maduro. Kostum Nike. Është shitur, ka mbaruar dhe po prodhojnë fabrikat prapë. Imagjinoni çfarë, gjithçka është komerc, gjithçka është biznes. Shtypi izraelit sot i gjithi, me të gjitha mediat e tij, ka përcjellur raportin britanik të The Sunday Times, i cili flet për këto skenar të zhvillimeve në Iran në këtë moment, në të cilin me sa duket Benjamin Netanyahu e ka marrë dritën jeshile për të nisur një operacion të dytë ndaj Iranit. Protestat janë të mëdha dhe ajo që po duket është se kemi dy faktorë kryesor këtu, të cilët duhen analizuar. E para është lufta e nervave dhe presioni psikologjik që bëhet nëpërmjet këtyre raporteve, dhe e dyta që është më e rëndësishme është testimi i brendshëm dhe mbështetja e protestuesve nga jashtë. Protestuesit nga jashtë edhe pak kanë nisur të armatosen, po shfaqen të armatosur, që do të thotë shërbimet sekrete izraelite kanë marrë përsipër, pra kanë shkuar edhe më tej, kanë armatosur, kanë gjetur forma për të armatosur popullin. Dhe kjo do të thotë se në rast se nis armatosja e protestuesve në Iran, të cilët kanë dalë fillimisht për çështje që lidhen me varfërinë, me rënien e vlerës së parazë vendase atje, në qoftë se arritën të armatosen protestuesit, do të thotë që ata do të përplasen drejt për së drejti me forcat pasiqe, pra të ministrisë së brendshme të Iranit. Dhe kjo e çon Iranin automatikisht në përplasje dhe në luftë civile. Dhe kjo është ajo që Izraeli e pret dhe që e ka dëshirë, sepse më mirë të ndodhë përplasja dhe konsumi nga brenda, se sa të vinë dhe të hynë trupat amerikane apo bëhen goditje dhe bombardime nga Izraeli. Polici iranian që djeg foton e kamionet është një foto që ka bërë xhiron e botës, por edhe të lindjes mesme, dhe me sa duket amerikanët nuk janë duke ndenjur gjithashtu këmbkryq, por kanë nisur edhe ata planin B, një lloj si Benjamin Netanyahu dhe një lloj si Khamenei. Ka dalë sot gjithashtu një raport tjetër shumë i rëndësishëm, i cili tregon se New York Times e ka këtë, i cili tregon se Irani do të bëjë diçka krejtësisht të ndryshme. Irani është përballur shumë herë me protestat e kësaj natyre dhe ja ka dalë që ti ul apo ti hesht ato protesta, por me sa duket plani është që në këtë radhë, në këtë herë, pra iranianët dhe protestuesit të mbështeten tek premtimet amerikane dhe izraelite për mbështetjen e tyre, pra strategjia me dy plane, veprimi i brendshëm nëpërmjet protestave të brendshme dhe mbështetja ushtarake nga jashtë, bazuar tek premtimi i Donald Trumpit dhe i izraelitëve se në qoftë se do të goditen dhe do të sulmohen me armë protestuesit në Iran, Donald Trump ka thënë se forcat amerikane nuk do të qëndrojnë duar kryq, por do të ndërhyjnë menjëherë. Gjithashtu kemi një zhvillim shumë të rëndësishëm në Departamentin e Shtetit. Departamenti i Shtetit ka bërë një publikim në gjuhën perse sot, dhe këtë publikim i ka bërë jehon të madhe Jerusalem Posti izraelitja, e cila ka publikuar raportin në gjuhën perse të Departamentit të Shtetit, apo një deklarat në rrjetet sociale, e cila thot se presidenti amerikan nuk bën shaka. Nuk bën shaka presidenti Trump dhe nuk bën fjalë, është mesazh i qartë që ai do ta bëj atë që ka thënë se do ta bëj. Dhe ndërkohë nga ana tjetër iranianët kanë thënë që nuk kemi asgjë për të folur dhe për të diskutuar as me Amerikën, as me Izraelin. Por
a jemi në kuadër fjalësh apo jemi në kuadër veprash, a jemi në kuadër të skenarëve hollywoodian, të cilët mahnisin botën në këtë moment me njëherë pas rëmbimit Maduros, a do të rëmbehet lideri Khamenei në Iran, a do të goditet Irani apo Grenlanda, Irani apo Kuba, Irani apo Kolumbia, çfarë po ndodh në botë, a do të lëviz Kina, a do të lëviz Rusia? Në fakt në Venezuela treguan se nuk bën gjë, nuk kanë për të lëvizur. Dhe të gjithë me të drejtë mendojnë, mos janë marrë vesh për një rend të ri botror dhe për një skem krejtësisht tjetër, dhe po luhet një teatër i madh me gjithë këto zhvillime të mëdha. Të gjithë kanë të drejtë të fantazojnë, të gjithë kanë të drejtë të bëjnë pyetje, të gjithë kanë të drejtë të analizojnë, të hulumtojnë dhe të vënë në peshore atë që është duke ndodhur. Por mesazhi erdhi nga Maduro. Kush shkel linjën e kuqe, merret me aeroplan, me pijama Nike ose me pijama me riga, portokalli ose jeshile ose të bardha, ose me Adidas dhe merret çohet në burg. Ky është mesazhi që bota është shkepur, është grisur. Dhe të gjithë po lëvizin me kujdes. Kush për t'u maskuar, kush për të luajtur kartën A, kartën B. Dhe kthehemi edhe një herë. Deklaratat amerikane dhe këto kërcënime të orëve të fundit të Naftali Bennett, ish kryeministri izraelit, të Jerusalem Post, të Sunday Times, të New York Times dhe të gjithë analizës, Ministria e Teknologjisë dhe Inovacionit izraelite, ka dalë edhe ajo, sërish nga Tel Avivi, sot me një deklarat bashkë me Naftali Bennett, duke kërkuar prej popullit të madhështor iranian që të qëndrojë, sepse Izraeli do të jetë në mbështetje të tyre dhe në mbështetje të drejtave të tyre. Amerika ka thënë të njëjtën gjë. Ata i kanë thënë se është koha to make Iran great again. Duhet ta bëjmë Iranin sërish të madh. Duhet ta kthejmë sërish Iranin në influencën amerikane. Se si u kthye në këtë influencë, mund t'ja shpjegoj një ditë tjetër, kur nga koha e Shahut Riza Pahlavit, nga koha e Mossadekut, si erdhën nga grupet marksiste, si u mbështetë revolucioni islamik, kush e solli Imam Khomeinin, si erdhi nga Iraku, si shkoi në Francë, pastaj fluturoi për në Iran, ardhja e islamikëve, rrethimi i Iranit nga Afganistani dhe nga Iraku, kur rusët aso kohë ish Bashkimi Sovjetik i dha mbështetje Saddam Husseinit që të filloi luftën e 1981 për të rrethuar Iranin, sepse Irani kaloi në një influencë tjetër, e nisën rrethimin e Iranit, pra qoftë nëpërmjet Saddam Husseinit, qoftë nëpërmjet kapjes tërësore të Afganistanit aso kohë, ndërkohë që amerikanët u përgjigjen më prapa me çlirimin e Afganistanit nga forcat ruse në bashkëpunim me rrymat islamike të cilat luftuan kundër i sovjetikëve, por kjo është një analizë tjetër që meriton një vëmendje tjetër. Pyetja sot është: Maduro u ka peng, kërcënimi Trump për Venezuelën dhe për vendet e tjera të Amerikës Latine dhe të gjithë kundërshtarët e Amerikës ka dalë hapur dhe është troç dhe po pompohet nga minuta në minutë. Pyetja që bën secili sot: a jemi lafe, apo ka veprime konkrete? Lidhur me Iranin, ajo që është duke ndodhur në këto momente që po flasim bashk, avionët luftarak amerikan CH-17, 10 avion CH-17 janë nisur nga Amerika në drejtim të Britanisë së Madhe, dhe këto janë avion të cilët zakonisht transportojnë forcat Delta dhe forcat speciale amerikane. Po si e lidhim këtë lëvizje të amerikanëve në drejtim të Britanisë me atë që pritet të ndodhë në Iran? Këtë e lidhim nëpërmjet asaj që quhet precedenti, atij që quhet precedenti. Precedenti i mëparshëm në kohën në luftës së 12 ditë ndërmjet Iranit dhe Izraelit, pra lufta e 12 ditëve. Në 2025, e njëjta lëvizje është kryer nga forcat speciale amerikane Delta, të cilat nëpërmjet këtyre avionëve CH-17 kanë kaluar fillimisht për në Britaninë e Madhe dhe më pas janë drejtuar në drejtim të lindjes së mesme. Mundësia që të ndizet tashmë ndërmjet Iranit dhe Izraelit, Iranit dhe Amerikës,
është shumë e lartë, por cila do të jetë strategjia që do të ndiqet? A do të jemi me ndërhyrje dhe me bombardim, apo do të mbështeten protestuesit deri në fund, ndoshta dhe armatosja atyre që Irani shkojë në një luftë civile. Ndërkohë, të tjera aleanca janë duke u konfiguruar në lindjen e mesme. Erdogan ka shpejtuar për në Arabinë Saudite, po bëjnë diskutime urgjente për një pakt ushtarak ndërmjet Ankaras dhe Riyadit. Të gjithë lojtarët tashmë janë angazhuar me fuqi të plota motorike, sepse ju e kuptoni që bota po ndryshon. Irani, me sa duket, është duke i bërë të gjitha planet. Ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, i cili ka patur një bisedim me disa antar të trupit diplomatik dhe një takim sekret me njerëz të rëndësishëm, diplomat të huaj dhe me gazetar. Në këtë takim sekret, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, ka deklaruar dhe ka thënë se Irani tashmë është në luftën e tij finale. Lufta këtë herë është lufta për kombin iranian, është lufta për ekzistencën, është lufta më e madhe që ka ndodhur ndonjëherë dhe nuk ka lidhje me asnjë që ka ndodhur, me asgjë që ka ndodhur deri tani. Pra, Irani mundësia që të diskutojë me Amerikën dhe me Trumpin për programin bërthamor, ka thënë, dhe me izraelitët është zero, dhe kjo që po ndodh në Iran është sulmi i fundit dhe përpjekja dhe tentativa e fundit për të rrëzuar kombin e madh iranian, siç e ka cilësuar ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi. A do të shkojmë në një goditje apo jo? Ora e rërës u kthye nga izraelitët në Tel Aviv dhe takimi i Benjamin Netanyahus me liderët ushtarak, menjëherë pas takimit me Trump në Mar-a-Lago me presidentin amerikan, duke qartë që vendimi është marrë. A do të jetë në kuadër të luftës së nervave dhe të luftës së fjalëve dhe në kuadër të rritjes së pritshmërive të popullit iranian brenda i cili është duke protestuar fort kundër Ajetullahut atje dhe kundër pushtetit teokratik, i cili sipas tyre është duke i shkatruar jetët dhe duke i dhënë një jetë të varfër, të mjeruar, varfëri ekstreme, shkatrim total i vlerës i monedhës së tyre, e cila ka humbur vlerën e saj për pak muaj në 50%. Ndërkohë, gjithashtu, po zihen edhe Izraeli me të gjitha mediat e tij, me të gjithë eksponentët e tij politik dhe ushtarak, duke lëshuar kërcënime të drejtë për drejta që ora e Iranit po mbaron. A do të lëvizin apo jo? Kjo mbetet për tu parë nëse do të godas Irani apo s'do të godas bazat amerikane në lindjen e mesme, apo ka vërtet një plan B, si Bashar Asadi, ashtu siç njofton dhe Sunday Times, do të marrë avionin me 20 njerëzit e tij dhe do të largohet. Mos janë marrë vesh amerikanët me rusët dhe me kinezët, dhe secili po merr lojtarët e tij po i strehon tek shtëpia e vet. Kjo mbetet për tu parë. Por një gjë është e sigurt. Bota është grisur. Rendi botëror ka rënë. Bota e re po vjen. Kam 4 vite që e flas këtë çdo ditë dhe çdo natë. Na thani jeni konspiracionist, nuk merrni vesh, nuk kuptoni e llafet të tjera. Nuk merremi me ta se s'kemi kohë të merremi me lloj-llojesh. Por ajo që është e rëndësishme, miq të dashur, duhet kuptojmë se bota po ndryshon dhe po ndryshon me shpejtësi. Sigurisht ne s'kemi çfarë të bëjmë. Ju më thoni shpesh te komentet kreshnik, e jemi popull i vogël. Na trego çfarë do të bëhet me ne. Si do të vej halli jon? Ç'na duhet nëse ç'bëhet ande? Ju duhet shumë, sepse gjithçka ndodh në botë. Do të ndodhë edhe këtu, në Ballkan, në Shqipëri. Do të shkepen elitat vjetra, do të vinë njerëz të ri, do të shkepen sisteme, do të marrin goditje shkatruese, elita, establishmente, lozha, dhe do të zëvendësohen me të reja, sepse bota nuk është më ajo që ka qenë. Mijët po lëvizin të partë. Kur mbytet anijet, mijët janë ata që braktisin anijen të parë. Ajo që po ndodh në Venezuela,
ajo që pritet të ndodhë në lindjen e mesme, është shumë e madhe. A do të kemi ndërhyrje të Erdoganit, të Turqisë, të Arabisë Saudite, të Pakistanit, të vendeve të tjera, të Irakut, si do të lëvizin të gjithë? Plani është i madh. Plani është grisja e gjithë lindjes mesme. Deri ku do të shkojë, do të jemi minutë pas minute bashkarisht për t'i parë se çfarë do të ndodhë, si do të bëhen aleancat e reja, si do të lëvizin gurët e shahut në tërezën e madhe të lojës ndërkombëtare, pastaj të kthehemi tek filmi banal që ka përgatitur paria anti-shqiptare e Tiranës me kërmat e televizioneve dhe të mediave të tyre ordinere, të cilat vrapojnë pas lapajt dhe ndërtojnë heroin e ri që do sistemi këtu në Tiranë, bashkë me rrugeçërit e Ramizalis, që po prodhojnë heroin e ri, duke i shkuar me televizion nga mrapa, duke ndjek ambulancën, sikur po na goditet një personazh, një hero i ri, i cili punoi për Saliun dhe për Edi Ramën bashkë me Endri Shabanin, për të djegur votat e shqiptarëve dhe për të ruajtur gjithçka sipas modelit që do Rama dhe Berisha, sepse ata e ndjejnë shumë mirë se çfarë po vjen dhe e kuptojnë mirë se çfarë po vjen. Kjo është momenti i të vërtetës, momenti i zhvillimeve të mëdha, qëndroni në linjë, informohuni që të kuptoni se çfarë do të ndodhë edhe këtu në Shqipëri. Ujqërit e Shqipërisë dhe të Tiranës po bëjnë filmat e tyre duke imituar në mënyrë të vështirë Hollywoodin e Amerikan. Hollywoodi Amerikan ka tentuar më parë ta imitoj Bollywoodi Indian, por imitatorët e shëmtuar të klasës hajdute politike të Tiranës janë rrugeçërit që ju kanë mashtruar për 34 vjeç. Dhe tani, me televizionet e tyre ordinere, krijojnë iluzionin e liderëve të ri që po i prodhojnë ata vetë, me skema përplasje me policinë, apo me skema të përplasjes së bombulave të gazit ku ish lojtarët e Sorosit dhe hajdutët sorosian majtist leftist, të cilët e shkatëruan këtë vend majtas dhe djathtas për 34 vite, po dalin sot dhe po komentojnë zhvillimet ndërkombëtare dhe të madhin Donald Trump. Ndërkohë që ata besojnë fuqimisht tek e kundërta e asaj që po thonë. E bëjnë këtë sepse duan të kontrollojnë çdo grop të re, që të mos mbushet me njerëzit e duhur, me personat e duhur, dhe me atë çka është në interes të shqiptarëve dhe të Shqipërisë. Qëndroni me mua, zhvillimet janë të shpejta, urgjente, dhe do dalim orë pas ore, minutë pas minute, sa po të kemi zhvillimet të reja, është shumë e rëndësishme të jemi bashkarisht dëshmitar dhe është nder i madh të jemi komentues të kohrave të mëdha si këto. Këto kohra nuk i ka fatin çdo kush të jetojë, ndodhin një herë në 100 vjet, ndoshta edhe një herë në 200 vjet, ndoshta edhe një herë në 500 vjet. Ne jemi dëshmitar të një kohe të madhe, miq të dashur, vëllezër dhe motra shqiptar. Nga unë Krishnik Osmani ju përshëndes nga Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Abdeu, i vetmja dritare e cila çmonton kockat e këtyre mashtruesve ordiner, të cilët po bëjnë përpjekjet e fundit dhe përpëlitjet e fundit për të mashtruar shqiptarët. A do t'ja dalin apo jo? Kjo lidhet me vetëdijen tuaj dhe me aftësinë tuaj emocionale, spirituale dhe mendore për të përfithur, për të përpunuar sakt dhe për të kuptuar mesazhet që unë po ju jap. Unë kam fuqi, kam pronë fjalën time, vullnetin tim dhe vendosmërinë time për t'ju folur, për t'ju treguar dhe për t'ju shpjeguar gjithçka. Vendimin tjetër e merrni ju, ju jeni sovrani, ju jeni populli, ju jeni ardhmja, ju jeni ardhmja e Shqipërisë, ju jeni siguria kombëtare e Shqipërisë, ju jeni themeli i kombit. Ne nuk bëjmë dot gjë pa ju. Ju nuk mund të qëndroni dot spektator dhe nuk mund të prisni dhurata nga qielli. Detyrën tonë po e bëjmë. Madje i kemi shokuar urrejtësit tanë, xhelozët tanë dhe ordinerët që nuk na shohin dot me sy. I kemi bërë të shpërthejnë nga marazi duke na thënë
çfarë bën ti që del gjithë ditën aty? Janë duke plasmik. Nuk e durojnë dot, kanë dhimbje të tmerrshme, që ne i çmontojmë rrenat dhe pallavrat e tyre. Dhe do t'u ashëmbim mbi kokë shpejt. Vetëm me të vërtetën, sepse asgjë nuk është më e fortë se e vërteta. Por fakti që ne i themi shumë të vërteta, i qjerim shumë maska dhe i grisim shumë perde, nuk do të thotë që mund t'ja dalim, sepse kjo ka nevojë për vullnetin tuaj, për mbështetjen tuaj, për qëndresën tuaj, për vendosmërinë tuaj dhe për gatishmërinë tonë të gjithë bashkë të bëhemi një grusht i fortë dhe këtë grusht ja shembim në fytyrë racës hajdute 34 vjeçare, që ka shkatëruar këtë kombë për 34 vite dhe tashmë janë duke ju dridhur leqet e këmbëve nga ajo hata e madhe që po vjen. Bashkë do t'ja dalim. Qëndroni me mua në linjë, do t'jemi minutë pas minute, orë pas orë, ose me video, ose në transmetim live. Miru dëgjofshim.